të qojnë humje. Nërsa atë që drejtësia e Zotit dhe veprat e tij e lajnë humje, askush se ndihmon përveç Allahut. Të gjithë bashkë dëshmojmë se Allahu është një vetëm i pashok, që meriton adhurimin, që meriton të shtërihet dora për ndihmë, meriton përkuljet tona dhe gjithçka është për Allahun, Zotin e gjithësisë. Mëshira Allahut qoftë mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të pastër dhe për mbi të gjithë ato të dashur besimtarë dhe besimtare që i kanë ndihmuar këtij dini. Mëshira e Zotit qoftë edhe për mbi të gjithë ju që jeni sot bashkë. Ajetin prej ajeteve të madhështore në librin e Zotit e zgjodhem edhe për ditën e sotshme. Allahu xhelle xhelaluhu urdhëron e thot për veten e tij: unë jam falsi për ata i cili pendohet, për ata i cili beson, dhe amile salihan, po bën edhe punë të mira, pra do të ketë shpëtimin tek Allahu xhelle xhelaluhu. Do të jetë falje dhe mëshira e Zotit xhelle xhelaluhu. Vëllezër dashur, ju besimtarë dhe ju besimtare, jo pa qëllim e sollëm këtë ajet, që secili prej nesh dhe prej jush të zgjohet nga gjumi i dynjas. Falënderimi është për Allahun, Zotin e gjithësisë, që na ka sjellë këto 10 ditë që të zgjohet secili më shumë se sa në ditët e tjera, se veprat, adhurimet, sadakat e juaja, përmendja e Zotit, dita e xumas, çka të punoni prej të mirave në këto 10 ditë janë më të mira se sa në ditët e tjera. Pra, është favor i madh që nuk jepet në ditët e tjera. Normalisht prej të madhit Zot na i kena dyert e hapme për mirësi, për begati, edhe në ditët e tjera, po veçanërisht në këto ditë. Dhe ajo që kemi më shumë nevojë është kërkesa e faljes. Pse këtu njeriu rrehet prej shejtanit mallkuar. Edhe thotë unë nuk jam nga ata, nga gjinafçarët. Secili prej nesh do të regjistrojë për veten e tij jo më pak se 100 gjinofe në ditë. Jo më pak se 100. Për deri në 70 pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha lutem dhe them çdo herë në ditë ka 70 herë them o Zot më fal. Pejgamberi Allahut. O Zot më fal. Ne më shumë duhet të themi. Por edhe ne na e la detyrë që të themi 70 herë në ditë o Zot na fal. Këto janë 10 ditë të dashurit e mi, besimtarë dhe besimtare, me gjërmu a i ke hekujt në hak, a mendon se ke hak këtë dikushi. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, shkoni tha kërkoni halallekun, kërkoni falje atyre që ju keni hyrë në hak, qofshin ata prej vëllezërve tuaj, miqve tuaj, shokëve tuaj, bashkëshortëve tuaja, burrave tuaj, fëmijëve tuaj, kudo. Kërkoni tha, se para se të vijë një ditë që s'ka për t'ju bën dobi as ari, as dërhemi, as florini, as pasuria. Njeriu do të ngushtohet shumë para Zotit. Aq shumë sa që do të thotë ti kisha ato florinit e mi të shikë të më varë, apo ti kisha për para Allahut, ti kisha dhonë që ti isha kompensu me filanin, e nëse si kam thonë në i gjatë të rëmë, më veç i fjallë goje. Problemi ma, rregullohet ma, na e dim që qa na ka dhonë Zotit që lishor, na jalon këtyre që janë për mbrapa. Bile i shofi pjesë që i bohën kurban, dhe me thonë, vetë s'ka dit me boj dit hajrit, apo s'ka dit me shkuj herë numre, për shembull. Ama fëmijës po, le ti shkatroj, le të boj çerdoj, o fëmija im. Pra, ke 2 ngarkesa. I ngarkesë që s'qej Zoti për vete, me shku me adhuru Zotin xhallahu herë në qabën e shenjtë, edhe dyta,
me t'i harxhu ky haram, lek për lek do t'i paguash haramet. Veprat e atij do të ngarkohen edhe atij, edhe aty. Po ti ke edhe i shtesë tjetër prap. Se i bën shkak që na shkojmë haram me pasurinë tote. Çfarë tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Kujdes tha. Kujdes, para se të vënë ditë tha që s'bën dobi. Kur nuk bën dobi? Kur je shtrenjtë që s'ke fuqi me lënë as testamentin jo. Domethënë bën një kështu. Kjo e këtij, kjo atij, ky kaq, kjo shpej atij, kjo dhoma këtij. Para këtij momenti, sa halake e shpirt ke trup, halake e men, s'ka dalë shpirti, shife këtë çështje. Në këto 10 ditë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të shpejt, para se të vijë ky moment, që s'bë të bie si gjamo. Pra kemi disa dyrë të hapme të mëshirës, të rahmetit Zotit. E këto 10 ditë janë krejt hapme. Merrim me seriozitet. Po më tregon një njëri që ka ble ato biletat e sportit për me shku me pa ne që jashtë shtetit. Se u shitkin për para, 4-5 muaj, 6 muaj para, i vjet para. Po të biletën për atje më banes, a e ke ble? Me shku me pa i herë se qërë ka aja banes ati? Ama me pyet, çfarë nallë ka aja banes ati? Jo vesh me mend të shejtanit. S'dim pra, se s'ka ardhur kush për ne. O vëllezër, ajo nuk është lojë. Po shkoj sot në punë, ka darka kthehem edhe prapë nej. Ja, është lojë, është kiameti i vogël, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Lojën këtu s'ka. Po shkoj paraje 6 orë edhe prapë në darkë. Ja. Edhe po biletën për atje. Çfarë ke mendu? 6 muaj ditë, kalendarin të më gjep të mande. Çfarë ke atë, që lujnë ata? Lëre të lujnë. Shif që ke bën për vetën tate. Erdhe të diçi. Edhe po mbarohet. Këto ka dyrë të mëdhoja, falje. Edhe ne kemi shumë nevojë për falje, për të kërkuar falje Zotit xhelel xhelalu. Aq shumë kemi gjinave. Unë kom thënë për njeriu që ka numëruar gjinavet e veta. 20.000 gjinove ka një ditë për 20.000 ditë që ka jetuar. Dërka 60 vjeç. Po ka një. Ku mund boj vakime shënu një? Thash, dohën jam a pak se 100. A 20.000 do është me shumëso për 100.